Një 68 vjeçar grek, pronar një kampingu në Finikuonda dhe kujdestari shqiptar i biznesit rreth 60 vjeç, u vran mbrëmjen e 5 tetorit në një atentat të mirë organizuar nga të paktën 2 persona që ende nuk janë identifikuar nga policia greke. Krimi ndodhi 3 ditë pasi pronari grek i kampingut kishte firmosur një testament që ndante pasurinë e tij. Dokumenti, i cili fillon me frazën "po shkruaj testamentin tim në rast vdekjeje të papritur", tregon një parandjenjë që kishte 68 vjeçari ose frikën për jetën e tij, raportojnë mediat greke. Sipas përmbajtjes së testamentit, pjesa më e madhe e pasurisë kalon nipit të 68 vjeçarit, të cilin ai e konsideronte si fëmijën e tij. Ky i ri ishte dëshmitar i vrasjes së dyfisht, pasi ishte në vendngjarje në kohën e sulmit dhe arriti të arratisej. Gjithashtu 68 vjeçari kishte lënë një pjesë të konsiderueshme të pasurisë së tij kujdestarit të kampingut dhe mikut të ngushtë, shtetasit shqiptar i cili u vra bashkë me të. Ai kishte dhënë gjysmën e fushës që zotëronte bashkarisht me nipin e tij, si dhe shuma parash të depozituara në bankat të Pajlos. Përveç kësaj, ai parashikoi që 100.000 euro të jepeshin motrës së tij dhe 100.000 euro të tjera djalit të saj. Në rast se nipi i tij vendoste ta shiste pronën, miku i tij shqiptar do të merrte 200.000 euro shtesë. Autoritetet kanë në zotërim edhe një testament më të vjetër të 68 vjeçarit, të hartuar rreth një vit më parë. Krahasimi i dy dokumenteve konsiderohet thelbësor, pasi mund të hedhë dritë mbi motivet e vrasësit të dyfisht. Natën e së dielës autori i krimit hyri me forcë në zonën e pritjes së kampingut, ku ndodheshin pronari, kujdestari 60 vjeçar dhe nipi i tij. Ai e qelloi me gjak ftohtësi 68 vjeçarin, duke e vrarë më një herë dhe më pas vrau kujdestarin i cili u përpoq të arratisej. Nipi i viktimës ishte i vetmi që arriti të mbijetonte dhe konsiderohet dëshmitar kyç në këtë çështje. Policia po shqyrton çdo provë që mund të çojë në identifikimin e autorit. Një punonjës i pikës së karburantit në zonë dha gjithashtu një deklaratë, duke u shprehur se pa një burr të dyshimt duke kaluar me motorcikletë drejt Kaparisjas dhe ndoshta duke u drejtuar drejt Zakaros. Sipas përshkrimit të tij, i dyshuari ishte me lëkurë të errët, i shkurtër dhe i dobët, mbante një helmet dhe lëvizte me shpejtësi drejt Ilias. Në të kundërt, nipi i 68 vjeçarit dha një përshkrim të ndryshëm, duke thënë se autori i krimit ishte me lëkurë të çelët, bjond dhe ndoshta i ri. Hetimet po vazhdojnë me qëllim sqarimin e shkaqeve dhe identifikimin e të dyshuarit kryesor.